parë sinjali po vjen nga administrata Trump lidhur me politikën shqiptare dhe këtë do ta diskutojmë në këto momente në një lidhje me Skype me Enver Bytyçin, pedagog, analist, dhe po ashtu me drejtorin ekzekutiv të European Pulse, Eugene Gjoni. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Pyetja është thjesht në fakt, a është momenti për të pasur një lloj entuziazmi apo jemi djegur nga qulli leti frym dhe kosit të ri amerikan dhe jo kosit europian? Filloj me Bytyçin, më pas Gjonin. Mirëmëngjes një herë dhe përshëndetje. Është në fakt një lajm i mirë që një ambasador i ri mbas shumë kohësh i vjen në Shqipërisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhi i Eric Wend ishte i qartë në raportimin e tij në Komisionin e Senatit Amerikan. Ai përcaktoi disa prioritete gjatë të fjalës së tij në Senat dhe kryesore ndër gjithë këto prioritete është lufta kundër krimit të organizuar, vendor dhe ndërkombëtar, është gjithashtu lufta kundër korrupsionit dhe shteti ligjor në Shqipëri, duke vënë theksin tek forcimi i pavarësisë së rolit të gjyqësorit në tërësi dhe sidomos të SPAT. Ky prioritet ka qenë dhe mbetet si prioritet i marrëdhënieve, do thosha, dhe jo vetëm i punës së një ambasadori apo stafit të ambasadës amerikane në Shqipëri. Është një prioritet i përcaktuar qartë prej disa vitesh, prej një dekade, dhe përpasoj vazhdon që politika amerikane të jetë në kontinuitet me ato vendime që ka marrë që në fillim për forcimin e shtetit ligjor dhe për ndëshkimin e krimit në Republikën e Shqipërisë. Lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar dhe karteleve të drogës dhe gjithçka tjetër që ambasadori Eric Wend, generali amerikan, përmendi ditën e djeshme në raportimin e tij, është një prioritet i përcaktuar për shkak, siç thuhet edhe siç është përmendur vazhdimisht, të sigurisë në të dy vendet tona, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shqipëri. Kjo do të thotë se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës Shqipëria është një problem i madh sa i takon efektivitetit të kësaj lufte. Madje problematika qëndrojnë në faktin se, siç është provuar në të shkuar dhe siç kanë shkruar mediat amerikane, kartelet e drogës, krimi organizuar dhe gjithçka tjetër kanë lidhje të drejtë për drejta me shtetin dhe strukturat qeveritare të Shqipërisë. Duke qenë se është ky shqetësim serioz, theksimi që bën ambasadori Eric Wend do të thotë që ai do të punojë me qeverinë, por njëkohësisht do të punojë me qeverinë për të shmontuar pikërisht krimin e organizuar, bashkëpunimin e krimit të organizuar, korrupsionin në strukturat qeveritare dhe në administratën publike. Në këtë kuptim them që ardhja e tij do ta përballë me një realitet të caktuar, të cilin tashmë ai duket se e njeh mirë, duket se është i stërvitur për ta realizuar një betejë të tillë dhe përpasoj përballja e tij do të jetë drejt për drejt edhe me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Pra betejë dhe përballje, thoni ju? Unë them që ai do të ketë një përballje, pavarësisht gjuhës moderuar që është përdorur në gjatë raportimit për bashkëpunimin me strukturat e shtetit dhe të qeverisë. Kjo është e natyrshme, megjithatë përballja do të jetë me kryeministrin e Shqipërisë, sepse nuk mund të shmontohet dhe eliminohet një organizatë terroriste ose një organizatë mafioze ose një organizatë kriminale, kur kreu i kësaj organizate nuk eliminohet. Është e pamundur të eliminosh antarët e organizatës dhe të tolerosh dhe të mbash të marrësh në mbrojtje kreun e organizatës. Tashmë është e njohur fakti se kreu i organizatës
kriminale në Shqipëri, i cili bashkëpunon me kartelet e drogës, deri te Sinaloa dhe kartelet e tjera, i cili bashkëpunon me bandat kriminale brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, i cili favorizon këto banda dhe këta kriminal deri edhe duke i bërë investitor strategjik të investimeve dhe shpërlarjes së parave në këto investime në vendin tonë, është e pamundur të luftohet korrupsioni, të luftohet krimi organizuar, të luftohen trafikantët e drogës dhe kështu me radhë. Gjithçka që nëse ambasadori i ri dëshiron të ketë sukses, e ka të domosdoshme të eliminoj kreun e organizatës kriminale në Shqipëri, i cili është kryeministri i Shqipërisë. Kjo, për të nuk kam asë një lloj dyshimi dhe asë një lloj hezitimi të them se askush nuk do ta përfundoj luftën dhe betejën me krimin organizuar, kartelet e drogës dhe korrupsionin në Shqipëri, nëse nuk eliminohet pikërisht kreu i kësaj organizate, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në këtë aspekt, ai i dha rol të rëndësishëm sërishmi SPAK-ut dhe strukturave të tjera të luftës antikorrupsion dhe kundër krimit në Shqipëri, dhe natyrisht që ky është një opsion i vetëm për të shkatëruar krimin organizuar në vendin tonë. Megjithatë, unë nuk mendoj dhe nuk besoj që vetëm nëpërmjet SPAK-ut dhe strukturave të tjera pranë tij do të luftohet dhe do të fitohet beteja me korrupsionin, beteja me krimin organizuar, beteja me kartelet e drogës dhe kështu me radhë. Është e pamundur që vetëm me një segment të pushtetit në sistemin e qeverisjes të eliminohen të gjitha këto shfaqje dhe kjo gangrenë e madhe që është nxitur dhe është përhapur në Shqipëri me një platformë të sigurt të hartuar nga njerëz të cilët janë pranë kryeministit dhe që kanë detyruar kryeministin të implementojë projekte, programe dhe veprime politike në mbështetje të krimit organizuar, trafikut të drogës dhe të korrupsionit. Zoti Bytyqi, edhe diçka me qenë se ju referuat edhe marrëdhënieve të shkuara. Mendoni se kjo mund të jetë një prej deklaratave më të forta që kemi dëgjuar vitet e fundit nga një ambasador amerikan për Shqipërinë dhe kur flet për institucione të depolitizuara? Për kë mendoni se e ka fjalën? Së pari, në prezantimin e parë çdo ambasador është përpjekur të përdorë një gjuhë tepër diplomatike. Në prezantimin e punës dhe të pikësynimeve dhe objektiveve që do të arrijë ai, ne kemi parë ambasadorët e mëparshëm, vazhdimisht kanë patur një gjuhë tjetër nga kjo gjuha e djeshme që u përdor nga ambasadori Eric Wen, i cili jam i bindur se do të miratohet për të qenë ambasador në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo më bën të kuptoj se gjuha i cila ai përdori, sigurisht ai është ushtarak njëkohësisht dhe ushtarakët e kanë gjuhën e drejtë për drejtë dhe marrëdhënien e drejtë për drejtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Marrëdhënia e drejtë për drejtë edhe në diplomaci është një avantazh, do të thosha unë, në suksesin diplomatik. Dhe përpasoj mendoj që suksesi i tij do të jetë i padiskutueshëm. Kjo gjuhë që ai përdori nuk ishte një gjuhë diplomatike e mirëfill, ishte një prioritet i punës së tij dhe derisa ai ka marrë përsipër përpara ligjvënësit në Shtetet Bashkuara të Amerikës të çojë përpara zhvillimet në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe karteleve të drogës, ndërkombëtare dhe kombëtare, do të thotë që ai do të punojë me të gjitha mjetët dhe forcat për të eliminuar atë që sot e karakterizon Shqipërinë, për të eliminuar, si të thuash, ekzistencën e shtetit të karteleve të drogës në Shqipëri dhe të karteleve të krimit në Shqipëri.
Prandaj them që është shumë e rëndësishme. Megjithatë, ai është i detyruar të punojë me kryeministrin e Shqipërisë sa kohë Edi Rama është kryeminist. Por ka një avantazh, sepse edhe nga gjatësia e trupit është në të njëjtën mas me kryeministin dhe ka mundësi që ta shohë kryeministin drejt në sy dhe jo nga poshtë siç e shifte Yurikim për shembull. E kuptoj. Ndërkohë, Eugene, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme dhe të fragmentarizuara të Europës, kur asnjë përfaqësues i Europës nuk ka përdorur sado diplomatike këtë lloj gjuhe ndaj realitetit në Shqipëri. Si e sheh këtë kontrast? Po tash Europa është në një gjë mirë, më falni. Gjë është mirë. Ngjen zëri prap. Okej. Tash Europa është në një vend shumë të delikuar, e kemi thënë disa herë, ka frikë Shqipëria, Serbia edhe vendet të Ballkanit Perëndimor, kthehen nga Rusia dhe nga Kina. Pra po munojnë të përdorin një gjuhë shumë më shumë diplomatike se sa ambasadori amerikan bëri tje. Duan të marrin këto vende afër, duan të antarësojnë brenda Bashkimit Evropian, por të them të drejtën, asnjëri as tjetri nuk më duken në favor të Shqipërisë dhe shqiptarëve, sepse edhe ambasadori dje foli për SPAK-un, foli për drejtësinë, po në njëjtën kohë foli që do bashkëpunojë me qeverinë shqiptare për AI, biznesin, energjinë, për ushtrinë, pra sa këto pika që administrata Trump i ka prioritet, edhe prapë përfitojnë amerikanët. Bashkimi Evropian prapë në anën tjetër të mirë me Shqipërinë, por mundohen ta kalojnë Shqipërinë edhe nga i bari pas kritikës, por edhe në përgjithësi që Shqipëria bën punë, Shqipëria avancon, ne shohim realitetin për ditë. Edhe unë shoh që nga të dyja palët nuk kemi një ndim konkret, ose nëse mund të them jo ndim, fjala ndim, por një investim real që populli shqiptar të përfitojë nga të dyja këto incidente ose dyja këto rrugtime, si mund ta them kështu. Tani, a mendoni dhe ju si Bytyqi që do të ketë një përplasje ambasador amerikan Edi Rama? Do të jetë ky momenti më në fund i përplasjes? Atë që thash, tashti Rama është qeveria. Domethënë ambasadori ka thënë që do bashkëpunojë me qeverinë shqiptare. Duhet të kuptojmë, është Rama kreu i organizatës apo është edhe pjesë e organizatës? Sepse nëse heqim Ramon, edhe nëse ambasada me SPAK-un, nëse investon te SPAK-u, do duhet të investojë në institucione të tjera. Nuk bashkëpunon edhe nuk investon në institucione të tjera, neve edhe po na hoqi Rama nëse na vjen Ram tjetër. Puna është se sa shumë të investojnë, sa shumë të punojnë që në Shqipëri mos kemi prapë të njëjtin model qeverisë, të njëjtin model mendimi, që merru me drogë, hajde pasto para, mos bëhet një infrastrukturë, edhe je mirë. Unë këtë pres nga forcat e mëdha politike si Amerika edhe Bashkimi Evropian. Dakord, edhe pse pak njerëz nuk e di kur ka qenë ky momenti që ai ka adresuar këtë terminologjinë e bashkëpunimit me qeverinë. Sidoqoftë, zoti Bytyqi, një kuriozitet tjetër. Kjo seancë dëgjese në Senat, sa e rikthen projektorin tek dikush e cila kujtohet edhe sot me pakënaqësi serioze nga shqiptarët si ambasadorja Yurikim. Pra ai zëvendëson Yurikim praktikisht, pavarësisht distancës madhe në kohë. Është fakt që kur ka ikur Yurikim, ambasada e Shqipërisë, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri nuk ka një ambasador. Është e ngakuar me punë Nancy von Horn, e cila ka vijuar të kryejë detyrat e shefës së misionit diplomatik në vendin tonë, dhe për mendimin tim sjelljet e zonjës von Horn janë të dëshmuara tashmë si një veprimtari diplomatike në të cilën ajo ka dëshmuar se ka shkuar drejt izolimit të kryeministit të Shqipërisë dhe të shumë anëtarëve të kabinetit qeveritar në Shqipëri.
Besoj që sjelljet të ngarkuarës me punë të Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë të periudhës së mbas jurikim janë krejt të ndryshme me ato cilat i kishte jurikim e cila sigurisht që ishte investuar totalisht në mbrojtjen e një anshme të qeverisë shqiptare dhe në luftën e përbashkët me zotin Rama kundër opozitës shqiptare dhe kundër të gjithë atyre që kundërshtonin politikat kriminale të qeverisë shqiptare. Në këtë aspekt mendoj që zhvillimet do të jenë pozitive. Megjithatë, jam edhe unë i të njëjtit mendim se Edi Rama këtë veprimtari shkatërruese në lidhje me krimin, me bandat, me kartelet e drogës dhe me korrupsionin, nuk e ka bërë vetëm, e ka bërë me një mbështetje të gjerë ndërkombëtare, sidomos evropiane, por edhe më gjerë se evropiane dhe të struktura të ndryshme të mëparshme të shtetit ose të administratës mëparshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri edhe tek me mbështetjen e sekretarit dhe ish sekretarit të shtetit Blinken e kështu me radhë. Askush nuk e vend dyshim faktin se ambasadorët amerikanë që kanë ardhur në Shqipëri deri tek jurikim kanë qenë të gjithë ushtarë të Edi Ramës, dhe kjo nuk ka ardhur vetëm si pasojë e joshjeve dhe korrupsionit ose korruptimit që u ka bërë dhe u bën në mënyrë perfekte kryeministri i Shqipërisë, autoriteteve ndërkombëtare, por ka ardhur edhe si rezultati i një orientimi të përbashkët të një politike të saktuar që është ndjekur në mbështetje të zotit Rama. Sigurisht rol të rëndësishëm në këtë ka patur dhe ka Soros, por edhe organizata dhe personalitete ose funksionarë të tjerë të botës së sotme pro-shqiptare do ta qulim ne, por që në realisht duke qenë pro-shqiptar kanë shfrytzuar momentin për t'i dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme edhe Edi Ramës. Situatat kanë ndryshuar deri diku, kanë ndryshuar edhe për shkak të denoncimeve të vazhdueshme të opozitës shqiptare, por kanë ndryshuar edhe për shkak të zhvillimeve të tjera, kanë ndryshuar edhe për shkak të gabimeve që ka bërë kryeministri i Shqipërisë në marrëdhëniet me aktorë dhe faktorë të ndryshëm ndërkombëtar, duke u përpjekur që të kapet mbas pijes së kashtës në këto përpjekje ai ka gabuar në raste të caktuara, sepse ka tradhtuar një aleat për të lidhur me një aleat tjetër dhe përpasoj nuk mund të krijojë një ekuilibër dhe një harmoni në shtetje të cilën ai e kishte në fillim, nuk mund ta krijonte. Prandaj dhe mendoj që pozicioni i tij nuk është një pozicion i lehtë, është një pozicion i vështirë. Përpasoj, unë mendoj që goditjet kanë filluar të vinë kryeministrit të Shqipërisë nga faktori ndërkombëtar, edhe nga faktori evropian, por edhe nga segmente të caktuara të rëndësishme të administratës amerikane. Nuk them që nuk ka mbështetje dhe vëmendje nga segmente të tjera po të kësaj administrate, por gjithsesi kemi një qëndrim të prerë dhe të qartë. Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri më sot nuk ka falenderuar për ndonjë sukses në betejat e Edi Ramës në luftën kundër krimit të organizuar, kundër karteleve të drogës dhe kundër korrupsionit. Përkundazi, në të gjitha letrat dhe në të gjitha deklarimet e departamentet të shtetit, madje edhe të përfaqësuesit të tjerë të administratës amerikane, thuhet se Shqipëria është një problem i madh me këto fusha. Dhe derisa këto fusha karakterizohen si fusha të interesit jetik strategjik amerikan, do të thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kthehen në luftën kundër këtyre karteleve, sidomos karteleve të drogës. Ne kemi parë edhe aktet politike dhe ushtarake të administratës së Trump në luftën kundër karteleve të drogës në Amerikën Latine, dhe këto kartele të drogës tashmë është e njohur se janë të lidhur edhe drejt për drejt me kryeministrin e Shqipërisë, madje duke u favorizuar si investitor strategjik në zonën e Vlorës dhe në zona të tjera turistike të vendit. Ne dim takimet e zotit Rama me përfaqësues dhe krerë të Sinaloas,
dhe përfaqësues të kësaj organizate terroriste të shpallur tashmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Shqipëria. Ne dim edhe takimet të cilat janë bërë sipas gazetarit italian në ishujt e Amerikës Latine për të kombinuar dhe për të koordinuar punën me kartelet e drogës në Amerikën Latine nga përfaqësuesit shqiptar të qeverisë shqiptare dhe të Edi Ramës. Ne dim disa gjëra, por jam i sigurt që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet ndryshme në Bashkimin Evropian, sidomos Gjermania, dinë dhe njohin 1 milion herë më shumë se sa dinë dhe njohim ne shqiptarët në veprimtarinë kriminale, do ta quaja, të kryeministit të Shqipërisë. Për këtë arsye nuk mendoj që ai do të ketë një mbështetje pa limit dhe një mbështetje të pa kufizuar në kohë, as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian. Koha e tij ka mbaruar për mendimin tim, koha e tij politike, gjithsesi ne do të jemi dëshmitar të atyre që do të ndodhin më vonë. Por Edi Rama tashmë është i njohur si kreu i organizatës kriminale, pavarësisht se ambasadori Erik Cohen është i detyruar sa kohë që ai jetë në zyrën e kryeministit të punojë me të si përfaqësues ose si kreu i ekzekutivit shqiptar. Po ju, zoti Gjoni, mendoni se marrëdhëniet Tiranë-Washington do të hyjnë në një tjetër klim, në një fazë pak më shumë pragmatike dhe më pak tolerante ndaj skandaleve të korrupsionit në vazhdimsi? Shpresoj shumë që kjo të ndodhë. Mbetet ta shohim një për herë që do aprovohet zoti Wendt, i ambasador. Vetëm se unë kam frikë që koha është shumë e shkurtër, sepse Amerika ka, domethënë administrata Trump ka edhe një 2 vjet në qeveri, pastaj do merren me fushatën, e shpresoj që të fitojnë prapë, që të vazhdojë kjo politikë, se nëse vinë demokratët, dihet që do jenë në favor të kryeministit Edi Rama. Edhe kjo ka qenë gjithmonë frika ime me administratën Trump, nga momenti që fituan zgjedhjet, që është përhapur në disa fronte, edhe gjithëndë nuk e shoh edhe aq të japi rezultate, as në luftë nuk ka sjellë paqe, as në luftë kundër korrupsionit edhe krimit, ka premtuar shumë, edhe mbase janë akoma në punë dhe ne nuk i shohim rezultatet, po dëmi që është bërë për 13 vjet në Shqipëri, por edhe në Europë, me këto politikat majtiste, është shumë kohë e shkurtër që të ndryshoj mendimin e njerëzve në botë. Shpresoj që me këtë ambasador spaku të jetë më i drejtë edhe më i fortë. Besoj që do jetë në anën e Shqipërisë, nëse vepron ashtu siç duhet, si deri sot nuk shohim në veprim të madhe, të paktën në synimin tim. Dhe pastaj do t'i jalim kohës shohim çfarë do ndodhi. Dhe tamam do t'ja lëm kohës. Faleminderit shumë Eugen Gjoni, faleminderit shumë Enver Bytyçi, dhe sigurisht jemi ende herët, por donim të kishim një ide të përafërt se cilat janë skenarët me cilat mund të përballet Shqipëria me një ambasador të ri amerikan nga radhët e ushtrisë dhe kundër narkotrafikut. Ne kalojmë një shkëputje të vogël publicitare, por mos u largoni nga Syri Televizion. Rikthehemi pas pak.